e duhur. Madje dhe Saljani do I drejtohet gjykatës, thjesht. Po, edhe ai ka drejtuar. Ishte zgjidhja pothuajse po në të njëjtën Saljani kërkon Partinë Demokratike, ishte dërgon kërkesën. Ka dërguar kërkesën, kërkon të marrë Partia Demokratike nuk është diskutimi në për procedura e dëmtojnë as e forcojnë. Sido që ti zoti Berisha ja doli pa vull që ta merrte partinë. Po. Ja doli me non grata me punën e sekretarit amerikanit të sekretari amerikan të shtetit kundër. Sepse po thonë pse është përjashtuar Saljani. Luzim Basha pa të përjashtuar dhe zoti Berisha. Po ka një gjë, nuk e përjashtoi, ai e ngri. Nga grupi parlamentar nga partia. Arbër, po më intereson ky lajmi, çfarë do bëj Saljani? Ndjes Arbër. Dhe ka një gjë. Po, Arbër, është një situatë që Partia Demokratike kërkon një zgjidhje politike. Ligjërisht është muhabet dhe diskutim I mbyllur. Jo, Zoti Berisha me vul, pa vul e ka partinë, e kontrollon partinë. Zgjidhja që duhet vinë nga zoti Saljani, mendoj unë, dhe nga të tjerët, është një zgjidhje politike që do të thotë ai kuvendi 11 dhjetorit e prodhoi gjithçka. Zoti Saljani drejt atij skenarit Zoti Saljani deklaroi këtë gjë. Dgjoj zoti Saljani dhe mbylla. Miku jon zoti Saljani deklaroi një ditë më parë që kam 3 deputet Partisë Demokratike. Tani duhet që këta deputet që janë për zotin Saljani të jetë në garë. Po unë po them 3, nuk po e zgjeroj. Kam thënë më shumë se 3, që lëvizja të jetë nga brenda. Pra u hodh shkëndija nga jashtë. Pra po flas zoti Saljani është brenda akoma, por u hodh nga brenda dhe doli jashtë. Tani shkëndija është jashtë. Duhet I bashkohet këtij treni, këtij zinxhiri, duhet I bashkohen ata që janë brenda. Po nuk mund t'i bashkohen. Kjo mund të jetë Nëse ti vazhdon në anatemon dhe unë këtu fatikisht kam pasur një kritik për zotin Saljani, nuk mund të bashkosh apo të zgjosh, po themi, gjithë atë pjesën rebele do dalin te strategjia. Partia anatemon të gjitha, po jo do dalin te strategjia. Arbër, do dalin te strategjia. Kason me tjerë se s'po I marr tash. Nuk duhet të tani ti duhet kërkosh, ti e ke me Sali Berisha zoti. Madje gabim fatal që merret edhe me flamur nokët. Ti po kërkon tjetër gjë, çike stekën lart. Mos u merr fare zotëri. Do dalim te strategjia. Jo, vetëm këtë domthon Thelbi është avokat. Saljani çfarë do bëj? Saljani do të drejtohet të gjykatës, besoj që është duke gjykatës PD-s apo? Jo, pa çfarë gjykatë PD-s. Gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë. Do I drejtohet edhe Saljani. Po, në gjykim civil patjetër, po së pari është duke përmbushur po themi kërkesat administrative që duhet bëhen së pari brenda partisë për të marrë një përgjigje, qoftë edhe kur nuk merret përgjigje, ke të drejtë ti drejtohesh përpas gjykatës. Por ama ai duhet ta bëjë se s'bën këtë iter, po themi administrativ. Në kuptim të faktit që duhet ketë vendimarrje, pra për mos lejim kandidime etj, sepse ka shfaqur kërkesën, e ka dërguar, pra ka bërë gjitha këto. Pasi mbaron me këtë Saljani drejtohet gjykatës dhe gjykata detyrimin e e që është një komision po themi për zgjedhjet brenda partisë që të lejoj që të kandidoj pra zoti Saljani. Po pasi merr një përgjigje, do jetë patjetër pra edhe pas morë përgjigje, po ama ai do duhet ta bëj këtë kërkesë sepse është kërkesë ligjore, pra do duhet se gjykata thot fillimisht përpara se të vish këtu, ti do të drejtohesh një institucionit. Ke marrë përgjigje Saljani në këtë nisë? Jo, nuk është vonë. 10 ditë para zgjedhjeve. Jo, nuk është vonë. Pse avokat? Një javë, jo 10 ditë, pak a shumë. Një javë, po. Një javë. Unë besoj që brenda 5 ditëve edhe ai mund të kërkojë mas sigurimit, shikojmë se si do jetë. A mund shpreh gjykata më shpejt në duke brenda 5 ditëve thot ligji, që do thot mund ta vendosi nëse dërgon sot një ditë të nesërme, brenda 5 ditëve, sepse do shikoj edhe ngutshmërinë, pra sepse kemi bënë një kërkesë të karakterit emergjent. S'ka rëndësi, rezona pranon, po ama do duhet shprehet. Shiko, Ledi. Fatikisht vetë Saljani e pati cilësuar që nuk do I drejtohen. Po, e pati këtë. Pra unë do të kërkoj zgjidhje politike, pati thënë, kupton? Po tani e konsideron uzurpator zotin Berisha. Ndryshojnë qasjet. Unë shikoj një skenar të errët në Partinë Demokratike nëse vendosmëria e Saljanit po shkon në përballje ligjore. Deri në përballje politike, patjetër Saljani krijoi një lloj fryme, rreshtoi për krah vetes të gjithë faktorët anti-Berish, përgjithsisht brezë të ri që duan riformatim dhe ndryshim të Partisë Demokratike, rreshtoi për krah vetes emra nga më të rëndësishëm që për fat keq disa për interesa të ngushta personale zgjodhën ta lënë betejën e Saljanit
Dhe kjo është një vendimarrje e tyre dhe askush nuk I gjykon, por ajo që kuptoj unë është që duke njohur realitetin dhe jetën e brendshme të Partisë Demokratike, kuptoj që zoti Berisha brenda Partisë Demokratike I ka aleatët e pakët, I ka mbështetësit e pakët. Unë mendoj që zoti Berisha edhe pse ka grup parlamentar që ja drejton, nuk do thotë që ai grup parlamentar është pro Berishës për sa kohë ata nuk po shprehen. Në momentin që zoti Berisha do ketë, ose unë mendoj që zoti Saliani në momentin që do marri një lloj mbështetje popullore, unë besoj që ata do dalin të shprehin me një lloj vendimarrje, do mbajnë një qendrim politik, do mbajnë një qendrim publik dhe pjesa e madhe e deputetëve. Ata janë aty sepse janë të Partia Demokratike. Ata janë skeptik me zotin Saliani. Pse? Disa për shembull çështje xhelozie personale. Dhe është mos e lishme, është ego politike. Disa të tjerë mendojnë që Saliani nuk ka mjaftueshëm mbështetjen publik. Edhe kjo është argument që ha debat. Disa të tjerë mendojnë që zoti Saliani nuk ka mbështetje, atë që Lulzim Basha ka shumë të fortë, armë kryesore. Që për Saliani tashmë publikisht nuk po duket, mbështeten nga ndërkombëtarët. Për Saliani ka akuza nga zoti Berisha për mbështetje për çështjet e grupeve kriminale, gjëra që unë nuk I besoj, por ata mundohen që ta shohin figurën e Salianit si një person të lidhur dhe të mbështetur nga bota e errët shqiptare. Do të bërë pismë, do të bërë politike. Do të bërë pismë. Tani ka një gjë, gjua regjistri zoti Berisha I njeh të gjitha këto gjë. Nuk është asgjë e re nga Në regjistrin po I përgjigjet Saliani se e kam pas këtu në studio. Zoti Saliani ka bërë atë të kundërtën e Lulzim Bashës. Lulzim Basha heshte edhe shkoi drejt fundit, Saliani po kërcen dhe po përpiqet të dalë mbi sipërfaqe, sepse është një betejë e vështirë dhe po flasim për betejën me Berishën dhe në rrugën në përpjekjen që po bën, zoti Saliani tashmë do rikthehem tek ajo që thash fillim, që do shkoj më keq, më e zezë. Po ndjek rrugën ligjore. E para, përdori çdo mundësi politike, e përjashtuar. Ai nuk e praktisi rrugën politike. Ai edhe Berisha kishte rrugën politike dhe rrugën ligjore. Duhet ta bëj. Jo, nuk më lër ta shpjegoj. Zoti Saliani zauroi çdo lëvizje, çdo aktivitet të mund politik, mund të ishte I përfshirë brenda proceseve të Partisë Demokratike. Pra e pezulluan, e larguan zotëri në rrugë normale politike, nuk I lan shteg tjetër. Vetmi shteg është shtegu ligjor. Dhe për sa kohë zoti Saliani mund të pengohet dhe nga gjykata, unë mendoj që ka një shans. Pra zoti Saliani po imiton hapat e Sali Berishës 2021 kundër Lulzim Bashës. Cili është hapi radhës i zotit Saliani? Politike. Jo zotëri, është hapat Berisha e mori partinë përveç me mbështetjen popullore që Saliani e ka, e mori me rrugë ligjore. E mori ligjërisht, ç'a bëri? Mblodhi kuvendin zotëri. Bëri 8 janarin dhe zoti Saliani ka vetëm një zgjidhje që do shkojë me ndonjë pas. Vulën ja vendosi ja Gërn Zhukri. Ajo është tjetër gjë, ai vendim, por po ndjek hapat. Hapi radhës I zotit Saliani. Hapi radhës. Jo, ke shumë gabim. Tani po nis beteja. Sepse Saliani nëse nuk merr vendimarrje gjykata apo del kundër ti, hapin radhës ka të mbledhi kuvendin kombëtar. Të mbledhi këshillin kombëtar. Të mbledhi edhe një herë ato firmat e nevojshme nga këshilli kombëtar, nga kuvendi kombëtar për të organizuar një kuvend kombëtar të ngjashëm. Pra, të gjithë hapat janë ligjor. Loja politike ka mbaruar, ata politikisht abandonuan, ata e përjashtuan, ata nuk I lan shteg dhe Saliani ata po rrezikojnë me këtë lëvizje që po bëjnë. Sepse kjo mund të kthehet një gangren brenda Partisë Demokratike që zoti Berisha intereson. Mjafton zoti Berisha të jetë aty, të humbasit edhe një herë zgjedhjet, Shqipëria ikën edhe një herë mbrapsht, bllokohet edhe një integrimi, të gjithë humbasim ne këtu. Pra duhet të shpjegojmë që Partia Demokratike ndodhet përballë një rreziku I cili mund të prevaloj në një betejë politike që është pak thim këtë herë që mund të ketë dhe pasoja të rënda. Mund të shkatrohet edhe një herë Partia Demokratike nga e parë. Dhe unë mendoj që në këtë rast do involvohen, mendoj që Berisha mund ta humbasë betejën. Pse? Aty ka një grup që është humbasë Berisha betejën për mund ta humbasë me Saliani për BT-n, për çështjen e PD, sepse aty ka një grup që pret nga luan. Dhe ky është grupi i Gazvendbardhit. Dhe ky është grupi I ndërkombëtarëve që janë brenda PD-s. Që janë aty për çështje interese. Ata po lexojnë situatën ata. Ata nuk janë me Berishën. Nuk është Jorita ta pakojnë Berishën zotëri. As Gazvendbardhi nuk është me Berishën, por është me Partinë Demokratike. Dhe për interesa personale, ato që përmenda, as Gjek Marka. Po të gjithë këta, edhe një grup I numër më I lartë deputetësh dhe tani që të cilët, proceset e brendshme të Partisë Demokratike diku kanë rritur përkanajsinë edhe të vetë deputetëve, që në një moment ata mund I bashkohen Salianit. Pra ata vetëm presin që Salianit kush I bashkohet Salianit nga ata? Një numër deputetësh, mbi 10 deputetë ta them unë. Mbi 10 deputetë. Po mbi 10 deputetë se nuk dua unë që t'ia përmend emrat sot, sepse ja të them unë ty. Një Xhelal Mziu që sot është bërë berishiste më I madh, dje ishte bashisti më I madh.
Pra si Xhelal Mziu aty që luajnë, që ka luajalitet, që ka nga ata të cilët e kanë shtyllën kurrizore dhe e luajnë, e kanë shtyllën kurrizore 5 dhe luajnë për interes personal janë të shumtë. Dhe ata presin se çfarë do bëj Saliani, ata presin rritjen, hapjen e radhës Salianit, pra ngjitjen drejt pjedestalit hapit të radhës. Deri tani unë të thash, ata e shohin Saliani si njeri i cili nuk ka përpjekjen e duhur apo nuk ka arritur një standard në betejë. Pra nuk ka arritur një fitore parë Berisha. Presin rritjen e Salianit publik. Të doptit bëhen më të fortin gjithmonë. Arber. Shiko, unë besoj që kjo është e gjitha një nxemje. Pra nxemja për betejën e madhe. Betejë e madhe nuk është për sa kohë zoti Berisha në krye të Partisë Demokratike. Betejë është për periudhën e humbjes së zgjedhjeve lokale 2007, që me shumë gjasa Partia Demokratike të shkojë drejt një humbje të thellë dhe të konsiderueshme nëse do të vijojë në këtë situatë. Pra gjithë betejë nuk është për tani. Maj është i mbyllur, 23 maj është muhabet i mbyllur, i vulosur dhe i certifikuar. Dhe zoti Saliani është shumë politikan i zgjuar, e di shumë mirë situatën, që sa kohë zoti Berisha të jetë gjallë, të jetë në krye të Partisë Demokratike dhe të ketë ata mbështetës që ka rreth vetes, është e pamundur ta largosh. Sepse ishte jashtë pa vull e mori partinë. Jo më tani që ka vullën, ka partinë, ka Selinin, ka të gjitha. Gjithë betejë bëhet për më pas. Mua më kujton lëvizja e Salianit, më kujton lëvizja në zotit Rama në vitin 2002-2003, kur kandidoi për të parë për të marrë partinë. Ndërkohë që Fatosnano ishte në kulmin e tij. Rama e dinte shumë mirë në atë kohë që nuk e merrte dot partinë. Por Rama vuri shishen në radhë që unë do jem kryetari pas Fatosnanos, punoi, loboi, takoi, bëri një punë të madhe, kolosale, me sulme, ka pasur shumë sulme ndaj zotit Rama në atë periudhë kohë kush e mban mend. Pra sulme si ka mundësi sulmondi dilte kundër Nanos e tjerë. Por qitja Berisha është në kulmin e tij tani po thua. Jo, prit pak. Qitja ishte, s'po kupton që qitja ishte e fundi largët. Berishës sapo ka nisur o zotëri. Qitja ishte e largët. Fundi Berishës sapo ka nisur. Ore fundi legjislativ, fundi ligjor. Por fundi ligjor i tij, fundi biologjik, jo fundi ligjor. Ore nuk jam unë, nuk jam ai lart. Kjo është lufta. Fundi politik mbaron kur ti fundosesh ligjërisht. Jo, hapja një ngërçi tjetër politik Berisha mori fundi shpartallua PD, s'ka më kokë. Jo, po lërëm lufta në betejë. Atë që thuat, betejë më vërtet dikur është Berisha edhe Flamur Noko do ta ketë kundra mbaje mend në 2029-ën, jo sot. As në atë betejë do të thotë mi vogël, mi bën. Asgjë nuk është e fare, asgjë s'është. Betejë 2027 thotë. Po asgjë nuk është treguese. Ore vitin tjetër jemi 2027. Jemi vitin tjetër. Betejë miku im nuk është 2029 dhe Flamur Noko ta ketë kundra ai. Ke për ta parë. Aty do fitoj betejën Saliani. Betejë miku im nuk është për tani. Jemi në mes të majit, miku im. Si bëhet betejë për 2 javë? Berisha nisin shtator. Po si bëhet? Ora ka instrumenta ligjor të pengoj gare, po është më herë të parë. Po ai të mbyll derën ti thua se më ligjor. Po të bllokon gjykata më zotëri. Nuk rizgjitet dot me Sali Berisha. Ore, nuk legjitimohet gjykat. Pse se bllokoi? Ore, një vendim duhet më një padije Salianit e bllokon. Ore, Sali Berisha, ore, kupton merre mesela. Të lutem konsulto me juristin, ne kemi juristin këtu. Të gjithë. Lëre për zotin, po flas, një padije serioze Sali Berisha e ndalon të zgjidhet kryetar. Nuk e lejon të kandidojë o Arber. Ka Nenin Basha, mo e ka shkruajtur me dorën e vet. Sali Berisha, ore, çdo kush mund zgjedhet kryetar. Berisha nuk zgjedhet dot më nëse gjykata vendos. E ke bazë. Zgjedhet më. Bëj bazë. Si kjo ishte pas juristëve për zotri. E ka Nenin aty. Ore, Sali Berisha mund t'i rikalit sa të doj ai, po flas çfarë vendos gjykata. Nëse vendos gjykata nuk mund zgjidhet më kur. Ja, ta shpjegoj zoti avokat tani, t'jap një verdikt. Nuk do të pranohet as tani. Berisha do të zgjidhet kryetar. Ashtu po, se do Rama rregull, Rama do aty. Tani do mendim. Një atë video keni, sa do jetë mendimin tim. Jo, ta dëgjojmë argumentin e Arbrit. Po. Jo po juridike, jo po gjykata, jo është e vulosur. Kush e ka vullosur bra? Fotusi, ti e ke vullosur. Jo, kush e ka vullosur? Ti me Elmerit. Ju të dy e keni vullosur. Redi s'ka gjishtë në mes. Sepse ju ta kritikojmë sa të duam ne, gjithë situatën sa do asë kohë. Në një gjë të mirë kishte ai statut, që u vendos pikërisht ai Nenin Basha. Kush zgjedhet ikën. Miku im, tani nëse ti thua, po vetë vendos që nuk e quaj këtë zgjedhje që kam humbur, kjo mbyllet. E vendosë ty këtë situatë. Po tash. E vendosë ty këtë situatë kurse larguat Berisha. Ja, po çfarë vendos? Ne në statut. Kush zgjedhet ikën. Gjykata mund të pengoj Berishën për herë të parë o zotri. Ta pengoj përjetësisht. Gjykata. Ju si demokratë të moderuar e keni fajin, sepse pas humbjes së zgjedhjeve duhet ta kishit larguar kryetarin. Nuk
fitove zgjedhjet. Ndërsa tani është shumë vonë. E përqafoj madje në me 13 korrik. Është shumë vonë të largosh kryetarin 2 javë para zgjedhjeve. Ore ka kaluar. Ore Arbër e kupton precedentin ligjor Arbër. Precedentin ligjor është kryetar, është uzurpator, thotë sepse sipas statutit nuk është më kryetar. Precedent ligjor, gjykata nëse është e pandikuar politikisht nuk e lejon Sali Berisha të kandidojë. Pik. Një padi serioze ndalon. Dua që Partia Demokratike të ketë një kryetar. Jo, më gjë skenarin e. Ora skenari juridik është titull e dia shumë mirë apo. Qofse bllokon gjykata. Nuk do ta pranojmë. Është diskutimi i mbyllur këtu, është bulosur. Pse je beteja vullnetin e gjykatës për mua është 2027 miku im. Kur Berisha u mbet thellë, e çfarë do të ndodhë kryetar o largohet 1 muaj, 2 muaj pas humbjes së zgjedhjeve. Nuk mund të largohet 1 vit pas humbjes së zgjedhjeve. 2027 është qufare. Ai nuk ikur nga 2025 aty do 2027. Ai thotë nuk janë zgjedhjet e mia, zgjedhjet lokale. Dhe 2029 prova ime. Dhe nuk është vetëm Duhet të largoni nga brenda, jo nga jashtë, jo me gjykat. Largohet nga brenda me këtë që thashë. Por e Dirama, si do ta largosh jeni të interesuar ju si Jo, Dirama është interesuar të marrë kryetar. Pse s'ke ti je frikshëm, je bashkuar me zoti Saliani. Publikisht. Almeri është bashkuar, nuk jeni bashkuar. Jo, unë jam bashkuar. Unë jam mbështetës i reformimit të Partisë Demokratike. Unë jam mbështetës i Shqipërisë, sepse integrimi i Shqipërisë, ndryshimi i nis nga Partia Demokratike dhe nga arrestimi i Ballukut. Një pyetje. Avokat, nëse gjykata merr vendim këtë që thot Almeri, 5 ditë përpara që ta bllokojë procesin me pezullohet përjetësisht Berisha, se kjo është pyetja. Sepse nëse njihet Neni Basha i bie që brenda këtyre 5 ditëve, nëse gjykata njihet Nenin Basha, nuk regjistrohet dot si kryetar, nuk regjistrohet Berisha si kryetar. Brenda këtyre 5 ditëve mund të ndodhë, nëse do jetë, sepse me çfarë po shikoj është Alessia Balliu dhe Evi Kokallari, të cilët besoj që mund të kenë depozituar sot. Do shikojmë se ka një masë. Po tash kërkohet gjithmonë ky suspans i fundit, kupton? Edhe për të bërë pak lajm. Më shumë se sa për themelin e gjës. Kështu që normalisht që zgjedhjet do duhet të pezullohet. Tani ju thoni që Sali Berisha nuk e pezullon. Patjetër ai mund të bëjë. Mund t'i bëj, unë po them nëse do kemi vendim gjykata, nuk thash kështu në këtë situatë që jemi. Absolutisht që pezullohet, nuk besoj që, edhe unë nuk besoj që të ndodhë shumë vonë, por ama ka një gjë që pra lufta është për 2027 dhe mbrapa. Po nuk ka lidhje me vazhdon të thotë 2027, mbrapa. Është lokale, më nuk i intereson nuk ka lidhje me 2027. Ose 2029. Ktu problemi vetëm është vetëm një gjë. Ka një ajo që unë që shikoj unë gjën tashmë me ato që ka ndodhur. Ishte hera e parë që Sali Berisha i trembej votës, jo se do humbte. Por kishte 2 elemente shumë të rëndësishme. Së pari, legjitimonte një sfidues shumë të rëndësishëm. Dhe e dyta, një rebeliim të hershëm të heshtur në kuti. Nëse do kishim zgjedhje brenda partisë me standarde, po them minimale. Kupton? Ishte hera e parë sepse mos kujtoni se Sali Berisha nuk ka informacion. Sali Berisha ku ta gjente që të kishte një person tjetër që t'ishte ngarë në kohët e kaluara. Se ishte situatë tjetër. Tashmë e di shumë mirë që dhe mbështetja që ai ka pasur nuk është më sepse kanë rënë gjitha premtimet e foltores. Do ta heqim Sali Edi Ramën për 6 muaj, 3 muaj deri në 6 muaj. Do kemi primare. Se ai i pari ishte i shitur, kjo ishte Neni Basha e tjera, pra kanë rënë të gjitha ato premtime, nuk ka absolutisht nuk ka ngelur asgjë. Partia absolutisht ka probleme të mëdha në bazë. Absolutisht. Edhe tjetra që është shumë e rëndësishme është që normalisht unë deri diku në thojza shikoj që disa personazhe të cilët deri diku edhe ju bashkangjitën në fillim zoti Saliani pan më shumë interesin, po themi afat shkurtër. Dikush kërkon të kandidojë, tjetri u bë kryetar, madje shumë mik e kam. Problemi nuk është tu, problemi është që këta personazhe, këta individ forcohen pikërisht në këto betejë për të parë karakterin e tyre. Ka një pozicion, ishte jashtë partisë. Xhemal Gjungshi. Patjetër për ai. Të gjithë po them. Kështu që një farë kuptimi, unë mendoj që kjo tregon shumë dhe për ta. Sepse Ali Mehmeti me të vërtetë mori 18.000 vota, nuk e di sa mori. Por në zgjedhjet e tjera, ndoshta nuk merr asnjë vota. Pikërisht në vendimet
politike, po themi që ti merr në aksionet dinamike që ka vetë politika. Edhe mos kujto se qytetarët nuk shohin. Nuk shkojnë fare valla. Prodhon Unë kosto. besoj që shikojnë. Jo, e kam Koston ta e kam prodhon. brenda partisë. Pra ato vendimet shikojnë. që ti Sa merr prodhon vendimarrje që ti kosto. merr ka kosto. Unë kështu e mendoj. Pra unë mendoj që nëse ti ke qenë një person i cili nuk ke qenë totalisht i paprovuar, ke dalë aty me të fytyrën e bukur në thonjza për Ke të qenë i pëlqyeshëm, absolutisht ke marrë ato vota profesionistë gjë gjërat. Kur shikoj më pas se çfarë ti bën një herë